Përshëndetje të dashur shikues të Një kafe prej shtëpis, mirë se po takohemi. Edhe kjo e diele, bashkë me Radio Televizionin 21, Një kafe prej shtëpis, nuk do t'ju mungoj, bashkë me Beronën, mysafir të ndryshëm, me mua, storjet dhe gjithçka tjetër. Unë poroj që të gjithë jeni mirë, keni pasur kështu të deri sot një vikend të mbar, shpresoj ta keni të tillë deri në fund të kësaj dite. Sot, gjatë saj të djelit, do të kemi mjaft materiale që do të cilin të kjo, po ashtu edhe biseda me mysafirët më dashur për ju, e po ashtu edhe për ne. Sepse e kemi shijen e njëjtë bashkë me shikuesit tanë, gjithmonë i kemi mysafirë cilët i donë edhe publiku, po i dojmë edhe ne. Mysafir pozitiv, misioni pozitiv, ma pozitiv, a jemi pozitiv ajo? Mundohemi. Mundohemi me qenë pozitiv, edhe dita sot është shumë pozitive. Po, fatmirësisht. Një ditë me diell, kështu që kemi me kalu për mrekulli. Po shpresojmë, e ka nisë të dielën barë që shprej orëve të parat mëngjesit me diçka po zihet dhe gatimet e mrekullueshme të garuesve tek xheri dhe do e vazhdojmë më njëjtë, po besoj me plot pozitivitet edhe gjatë kësaj dite. E thash do të kemi mjaft materiale të përgatitura edhe nga unë e Visari, rubrikat të cilat vinë çdo të diel për juve. Por, tek pjesa mysafirëve, e thash, e kemi atë që e dojmë edhe ne, po që e dojmë edhe publiku. Që ja ojna zemrën. Edhe ja ojmë zemrën, edhe me shumë kënaqësi më të madhe gjithmonë. Sa herë e kemi në emision, në nderon me prezentën e tij, i madhi Sabri Fezullahu. Do të kaloj tek pjesa tjetër për të zhvillu një bisedë me Axhen Sabri, i cili po më pret. Faleminderit shumë që kjo ardhë mos lëvez lutem. Faleminderit shumë. Që je sot këto, po dokesh kam kënaqësinë, shumë me stel, si gjithmonë. Si 18 vjeçar, po dhe Visari. Axhen Sabri, si ke qenë? A je mirë? Mirë, faleminderit shumë, mirë. Ti mirë, Bleron? Mirë, edhe ne. Shumë. Po të përcjell gjithmonë, edhe Visin, edhe ty, edhe si gjithë ky Radio Televizion 21 është pjesë e jetës temë, prej që sa vite. Faleminderit shumë që erdhe sot, do të flasim edhe për projektet e reja, për planet e kësaj vere, por edhe për temat të ndryshme. Unë do doja që me nisë këtë bisedë prej këngës Fundit Tradhtar, e cila u pëlqy jashtëzakonisht shumë, edhe mori klikime të mëdha. Nuk e di, unë mendoj që kjo matja më e mirë, nuk e di për ty a janë klikimet, po janë zemrat e njerëzve që dojnë edhe atyne që dëgjojnë këngën tënde. Po u pëlqy kogja shumë, a ke marrë komente dhe ti? Po, me thonë që i përcjell, unë nuk i përcjell të o gjona, drejt me të folë. Po, i kom ledzu se unë asë nuk di me hy, po të beton ajo. Nuk di me i shiqu, po mi ka të regu nera, edhe komentet, edhe bulza prej Amerike mi ka dërgu, edhe i kom ledzu, edhe më kanë pëlqy shumë, edhe më ka ardhë shumë mirë se fundja për çka na po këndojmë, për çka njeri u punon, për të realizuar profesionalisht, edhe më ka ardhë mirë. Kjo gjithmonë kanë qenë këngë tradhtare, bota e meshkujve duke i akuzuar gjithmonë botën femërore, atë pjesën më të butë, më të mirë tjetës, të thonë ajo është tradhtare, më ka tradhtuar, më ka bërë kështu. E kësaj radhe, kjo kënga ime është quajtur tradhtar, që ja mund vetë tradhtar, edhe muzikën dhe orkestrimin dhe tekstin e ka bërë Walter Beqo, Teri nga Tirana, edhe videoklipin e ka bërë Imagine, produkcioni. Pas kësaj këngë është një presje që i vazhdojnë pastaj këto ditë shumë shpejt edhe shumë edhe një 3 këngë tjera. Pa kushu heq edhe pa ndalë heq, pas një pauza Axhen Sabri, që shpoja dalë, ajo në këngë që kanë qenë gatshme ma herët, se dim që tankohën një edhe në lëvizje, publiku donë me të pas afer edhe në përmramjet shumë ta cilat je, që shpoja dalë edhe me punu këngë të reja, po edhe me qenë për koncerte. Po, unë bashkunoj me mësë shumë ti me Kreshnik Avdiun, që e përshëndes shumë, edhe me Binin nga Ferizaj. Me Kreshnikun i ka ndarë 5 këngë edhe Bini që 3 do të shkojnë në Vjeshtë dhe 2 tani. Tani që do të shkoj që e kam bërë videoklipin dje me Pro VSM, me një ekip të re, me një teknik shumë të mirë, me Visarin edhe me pronor dashnorin,
Dashnor Aslanin edhe me Visar Aliun. Më ka pëlqyer shumë puna e tyre dhe teknika dhe përkushtimi për ta. E kam mbaruar atë këngë, e ka kompozuar dhe tekstin e ka shkruar Niki, Kreshnik Avdiu, ndërsa orkestrimin e ka bërë Bini, zbashku ka e drejta edhe e kompozojnë dhe orkestrojnë. Është ritmike po ma mërmendja kjo. Dhe quhet Albaneze moj. Albaneze moj. Albaneze moj. Të kam si ilaç, kur më thua Shqip të dua, beso që zemrën më knaq. O, sa teksti mirë, po ma mërmendja që ka me qenë e përkryme edhe me muzikën kur të transmetohet. Besoj, është një këngë më summer, që më thujnë, për verë, një këngë ritmike, po. Dhe pastaj është një këngë tjetër që e kam kënduar po ashtu dhe që do t'ja bëj prap videoklipin me Pro VSM, me Dashnorin dhe Visin, edhe kjo këngë quhet, unë nuk i di si e pa titullin, si ja kalon, Ylli e ka shkruar tekstin, Yll Limoni, edhe e ka orkestruar dhe kompozuar kompozitori im dhe ai që bashkëpunoj maestro Florent Boshnjaku, që edhe ajo është po ashtu këngë verore, e kam kënduar, është miksuar, çdo gjë është në rregull. Një javën tjetër do ta bëj videoklipin. Këto do të jenë ato që do dalim një herë dhe 3 këngë tjera të Kreshnikut janë në shtatore andejqët. Ndoshta ka herë është shumë, ka e drejta, po asnjëherë nuk është shumë me ndëgju këngë të bukra, kështu që shumë mirë me pas këngë të reja prej teje edhe publiku dënë me dëgju këngë të reja, kështu që mos ndaloni as teja, as ekipi juj, besoj me dashni dhe me vullnet arrihen krejt këto. Po du me pyet pak, me qenë se tregove që Ylli ta ka shkrujt tekstin e një prej këngëve. Edhe Lam të mirë këngës tjetër më ka shkruar, po ashtu Ylli. Ylli që është këngëtar, është sinqerisht Yll, i ri dhe shumë i talentuar, edhe i kanë gjarë edhe babait të tij e ka atë sensin shpirtëror për të shkruar tekste dhe janë shumë përbajtësore tekstet e tij. Çuditërisht. Ndonë se i ri në mosh, ja ke besu tekstin. Do se i ri në mosh, po në dashuri po më duket shumë me përvojë. Se për dashurin po di më smiri të thur vargjë. Po shkruan kogja mirë. A do sa bëj e çela këtë temën e Yllit me qenë se e di që për njerëzit e talentuar sa do të ri në mosh, gjithmonë ke pas vend për me ju ndihmu në çfarë do forme ose me i përkra në muzikë. A kemi të rritë t'il të talentum, si pas teja? Shumë ka të rritë talentum. Dhe në muzikën rap, mos flasim, që jemi të parët në Evropën juglindore, në Balkan. Unë e mendoj edhe gjithë janë fenomenal. Dhe në rock muzikë, po ashtu rock alternativ dhe rock klasik, jemi shumë të mirë të rinjët. Dhe në pop muzikë po ashtu, edhe vetë kam qenë i ri, edhe u a di dëshirat, mundësit, edhe shpirtin e tyre për të ecur për para, dhe gjithmonë kam dëshirë t'ju ndihmoj, sepse më duan, më respektojnë dhe i dua dhe i respektoj. Apropo asaj që janë të rinje dhe sepse bota është e juve të rinje, e tashmja dhe e ardhmja, gjithmonë. Këto det keni pas fest në shpe, Buna e vogël ka pas ditëlindjen, kalove ko me ta? Me Bunën u takuam veç një 3 minuta, se Buna, Ariana Nusja ja ka festuar ditëlindjen Bunës në shtëpi, ja ka mbledhur shoqet edhe Buna ka që me qenë nona aty, Nera me qenë edhe Jon, po ja ka mëru me gjithë zemër dhe gjithë fëmijëve tjerë ku do në botë. U avroj ditëlindjet e tyre që janë, që do të vinë, që i bëfshin ka 100. është knatësi që Mbesa ose Nipi festoni për vjetore dhe që unë jam akoma më banë Zoti mirë me shëndetet e Da, Zotit kemi edhe për shumë ditëlindje tjera, jo vetëm Buna për gjithni. Faleminderit shumë. Për ndalem tek pika jote Dr. Arti, i cili ishte edhe në një prej këngëve të tua edhe pjesëmarrës në videoklip me imazhe të videoklipit, por çka do të bëhet nëse Arti nis me këndu, sa bukur kishte me qenë 3 gjeneratat me pas një këngë bashkë. Po më duket që Arti nuk ka shumë sens edhe dëshirë për të kënduar. E Buna po, e ka një zaf fantastik. Edhe Era po, Buna është sinqerisht po.
Buna mendoj që pa imponim, sepse Ermali dhe Ariana nuk ja imponojnë, po e shoh që ka shumë zët bukur, është 100% ritmike dhe ajo si duket me siguri ka për të vazhduar zejen e babait dhe gjyshit. Po pas ka do me thonë pritshmëri prej bunës, po mu ishë me pa në për skenën, në për skenat të ndryshme të muzikës. Dhash Zoti. Po i rojmë suksesen që mëse veç e zedh këtë rrugë. Gjësa Brit, ka ra edhe me pushu këto kote fundit, me udhtu diku për qef, apo veç me punë? Për qef kam qenë me Nerën edhe me Arianën një 4 ditë që tash, se e kisha të zbrast, një vakum të lirë dhe isha në Greqi, veç në Selanik, veç sa për pushuar. Edhe para 15 ditë isha në Romë, po që ndërpryem pushimin sepse mu desh të kthejem për ta marrë vizën për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në ato shtetet mëdha, në atë shtet lule, në atë shtet që është mrekullia e botës, ata njerëz, edhe sepse me datën nëse ma lejon, me datën 1 qershor fluturoj për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse me datën 2, 3 dhe 4 në Detroit bëhet një festival mbar shqiptar, festival quhet sepse këto 3 net, me datën 2, 3 dhe 4 qershor, do të kenë mundësi gjithë shqiptarët dhe gjithë amerikanët, shtetet e Shtetet e Bashkuara, që është jashtë që do të bëhet festivali, të shijojnë ushqimet më të mira tradicionale shqiptare, një lloj etno-kuzhine, një lloj etno-koreografie që do të shijojnë valle të etnosit, të melosit shqiptar, folklor shqiptar, dhe do të hasin në garderobën etnicitetin e tyre, të veshjeve shqiptare të gjitha trevave, këtu e sa 100 vite më parë që janë bartur, dhe do t'jem unë me Gentën, me kolegën time nderuar, dhe me Mirush Kabashin, artistin e madh shqiptar, dhe me, nuk e di, edhe me Dikend, edhe një këngëtare, kush ishte me Shpëtim Saraci edhe bashortja e Shpëtimit. Dhe e kisha falemderu nga zemra produksionin më të nderuar dhe më të çmuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Elite Evans, me 2 pronarë, 2 njerëz që këtu e 5 vite, jo vetëm unë, po gjithë këngëtarët në barë shqiptarë, bashkëpunojmë me ta, me sinceritetin e tyre, me profesionalizmin e tyre, me saktësinë e tyre. Ata janë ata që ma kanë organizuar mua këtë turne 2 ditë që ta quaj, e që pastaj në nëntor prap me ta dhe në dhjetor prap me Elite Evans dhe me zotri Agimujen dhe Beni Hoxhën do t'jem në turne në Shtetet e Bashkuara. Dhe që tani, ma lejo ta shfrytëzoj rastin edhe gjithë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë atje, ju dëshiroj gjithat mirat në jetë edhe i dua shumë, sepse na duan neve, e duan dheun e tyre, e duan popullin shqiptar, kanë kontribuar dhe kontribojnë dhe ndihmojnë dhe ndihmesa e tyre ka qenë, është gjithmonë shumë e madhe për popullin shqiptar, sepse ata dhe figura tjera politike në barë shqiptare na kanë bërë që ne shqiptarët, sado kombi vogël, t'jemi në miqësit përjetshme me popullin vëlla Amerikan dhe me Shtetet e mëdha Bashkuara të Amerikës, që është fati joni, dhe ky fati joni është i lidhur si duket historikisht dhe nuk ka kënaqësi më të madhe. E ti përshëndes nga zemra ata, familjarët e tyre, t'ju dëshiroj gjithat mirat në jetë dhe të lidhem dhe ma lejo, të lutem Bleron. Po duhet ta lidhem me televizionin 21. A e dini ju që është televizioni më i shikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, televizionin 21. Dhe kisha në emër të tyre njerëzve që thonë, ata që e kanë parë vetëm dhe nuk e njohin zonjën Saracini, zonjën e madhe, Afërdita Saracini Kelmendi, thonë kush është ajo grua, ata që nuk e njohin, por vetëm e kanë parë në televizion. Mundohem t'ju shpjegoj unë sepse është gruaja e parë dhe është televizioni i parë barë shqiptar që ka depërtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky televizioni 21
shumë për cilët atje, sepse është dashuria e parë e shqiptarve largë për të oqeanit atje ku e kam edhe Bulzën, edhe Vetonin, edhe dy mbesat e mija, Stinën edhe Rigën. Ta shkurt me i vizitu tash me qenë se po shkona? Po, i vizitoj, po. Kështu që kisha me falemderu në emër të gjithë shqiptarve që më thonë, sepse kjo zeja jonë, kjo zanati jonë është kontakt me publikun gjithmonë, edhe gjithmonë kanë lavdata shumë të mëdha, sinqerisht po e them, për televizionin, po e lëm aqik kësaj që mi kanë dhonën kolegu i minderuar, miku i minderuar, Florin Kjelmendi, bashorti, pjesa me vlerë e zonës Qelik Afërdita Saracini, që zbashku me Afërditën e Florimi, Gjeri, Agroni, e kanë, si me thonë, e kanë rinë gjallë, e kanë barthur një dashuri të popullit shqiptar në Amerikë. Mirë bëre për këtë përshëndetje me qenë se bashkëdhetarët tanë në Amerike, ku do tjetër i kemi gjithmonë pjesë televizionit edhe ne i përshëndesim këtë prej këto. Agja Sabri, shumë në formë apo kujdesesh me ushqimin? Po. Po mundesh me qenë se natën zakonisht kjo orari i juj është pak i mbrapsht? Po mundohem sepse janë ba vite shumë edhe naturisht në këtë mosh, mjekësia thot që ta mësa më pak të ushqemi ose mundësisht hiq. Hiq në kuptimin shumë jo sasit madhe. Vetëm pak. Kështu salatra, kos, qumsht, djath, këto vetëm. Ku po e merë energjin? S'kam tradit. Ku po e merë energjin, Agja Sabri? Po, energjia është të ajo që me që jam këngëtar që 50 vite këndoj, energjin ma japë gjithmonë publiku, i nderuar dhe i shmuar, generata më nga fëmijët, tinejgjerët, mosharinore, e të moshuar i gjitha ta që si me thënë, e salutojnë punën time dhe përkrajnë punën time, më thonë fjallët më dhajet të mira edhe lumësion. Kjo është ajo që më mban gjallë, edhe kjo profesion është i mirë në kuptimin që të stimulon për të dashur, për të ecur për para. Edhe e falemderoj publikun gjithmonë barë shqiptarë që më dëgjon. Kom harru një diçka, bleron një si hariq. Kompozitori dhe orkestrusi dhe miku imi nderuar, Florent Boshnjaku, e ka kompozuar dhe orkestruar një këngë në tekst të miku tim nderuar Avni Qailit, që do të këndoj me një dam të madhe të popullit shqiptar, sepse e dua shumë edhe e qmoj shumë, se është artiste e vërtet e skenës, me zonën e saj, me shpirtin e saj interpretativ, me pamjen e saj, me lukun e saj, me veshjen e saj, me patriotizmin e saj, e kjo është Leonora Jakupi, me cilën do të mundohemi që mrena 2 jave të na del klipi. Super. Kënga më ka pëlqyer shumë edhe sinqerisht është e mirë, edhe kjo është një lajmë, sepse unë kam ardhur këtu për të folur, tim ke ftuar për të folur për punën time dhe unë të falemderoj shumë. Dhe kolegët tanë prej portalit sigurisht janë të dëgju edhe gjatën kohës të publiku edhe lajme. Edhe jam shumë i lumtur që jemi dakorduar të dytë me Leonorën edhe jam i nderuar që do të këndoj me te. Unë kam qenë para një 2 jave me te në Gjermani dhe halali qoftë, e shafë si është në skenë, qëfar kulture këndimi ka, kulture sjellje skenike. Bravo, Leonora. Më thënë, inqizimet e këngës veç kanë përfundu? Po, kam vetëm videoklipin kemi. Videoklipit, tash kam vetë, okej. Besoj që do të kryet shpejt edhe pas kemi me pas. Besoj edhe unë. Brenda pak jove. Agja Sabri, unë lirisht pa ndonjë dilemë, na më të kritë publikut po e shprej një dëshirë, ose një loj pytje dëshirë, kur mundemi me dëgju Agjen Sabri me një koncert në Prishtinë, kështu të organizum, veç Agja Sabri, një koncert solistik të Agja Sabri. Po. Alaudini, kolegu juaj i nderuar dhe kolegu imi nderuar, zbashku me kolegën e nderuar dhe graciozëm e nderuar Libertën, me televizionin Klan, kanë thënë që në shtatorun i mbush 50 vite si vjetë që jam në skenë, që do të ma festojnë
me orkestrin simfonik prej 52 instrumentistëve, që do t'jetë koncert live i imi, Sabriu dhe Miqët, Sabri and Friends, edhe do t'jetë një koncert në Prishtinë, një në Tiranë, në Shtator dhe një në Shkup. Do t'kem dhe mysafir, edhe që jam shumë i lumtur, do t'këndoj live, çdo gjë do t'jetë. Libreton e ka shkruar miku jam i nderuar, eseisti, gazetari, publicisti, Baton Haxhiu, edhe Dini Hallalli qoftë me Libertën e kanë bajtur fjalën, më kanë thënë para 2 viteve që 50 vitorin do ta festojmë kështu. Shumë e bukur, pas kemi edhe do të dalë, po ashtu Dini me Libertën janë duke shkruar një libër për mua, që do të dalë atë natë edhe libri që i kushtohet punës sime. Edhe unë jam shumë i lumtur edhe jam pres me padurim që ta mbaj një koncert live edhe që të këndoj live. Unë këndoj kohë pas kohë këtu në bambu. Në bambu, po, kështu vetëm sa për shpirt, jo për një diçka. Edhe jam gjithmonë i kënaqur sepse më përbushet shpirti. Di ato natë kur jenë bambu e ku mbyllet dera e presin deri te rruga aty për me dëgjuar gjënë. Edhe tash pas muajit Ramazan që më lejo që gjithë vëllezërve dhe motrave të besimit musliman, kudo që janë në botë, me zemër t'ju adhuroj festën e të madhërishmit Ramazan, dhe me zemër ju dëshiroj agjërim të lehtë, dhe u abëft Zoti ka bullë si shtuhet, u apranoft agjërimin, edhe ju lumt në këto ditë, me punrat që mirë me këto që agjërojnë. Edhe sa të mbaroj Ramazani, muaj i Ramazanit, do të këndoj një natë pa tjetër në bambu, kështu e kemi lonë me Arianin. Super. Edhe me Lolën. Super, do të na kesh aty si çdo mbrëmje tjetër, se në për diasporë s'po muj me ardhë, kështu që bile që to në Prishtinë. Nuk po don me ardhën. Kemi me të cilë. Nuk po don. Sabe, tregove për bashkëpunimin me Leonorën. Po, sa i përket bashkëpunimeve me këngëtar tjerë, sigurisht merr oferta ndoshta shumë shpesh, qoftë prej artistëve matri, qoftë prej atyre që janë me disa vite në skenë. A je shumë i donën mes bashkëpunimeve? A thu vështirë po për një bashkëpunim? Si e ke mendimin për këto? Unë e kam producentin tim dhe menaxherin tim, njeriu më të sinqert që bashkëpunoj me te që 8 vite si vjetë banë, Zotri Avni Selimin. E kam një kulturë familjare që kam dëshirë njerëzit që bajnë mirë, edhe që i ndihmojnë dikend, edhe ata që ndihmojnë mua, edhe ti falemderoj nga zemra gjithmonë. T'ju them më falë nëse gaboj diçka, dhe t'ju them falemderit shumë për ndihmesën që e bëjnë për mua. Avniu më ka ofruar dhe një duet që ta bëj me Kaltrina Selimin, me mikën dhe këngëtaren, kolegën temet nderuar që jeton në Londra, që e përshëndes shumë, edhe do t'a bëj edhe me Kaltrinën, por nuk jam fort i dhënë pas dueteve, me keqardhje, po e them që duetet të ne, jo në botë. Bëhen, nëse femra është e bukur, këngëtari mashkull është i afirmuar, adin thot hajtë se të një maj une dhe për nuk e di për çka. Jam kundër atyre bashkëpuniveve, nuk më pëlqen ajo. Nuk është e mirë ajo. Nuk është e mirë. Bashkëpunimi duhet tjetë kongë, që kur të dalë, kur të lancuat tjetë dheqë, tjetë sinqerisht duhet, që pëlqen njerëzit edhe që ka do me thoni edhe që ka peshë edhe që bëhet hit. Unë s'po them që plot duete që i kanë kënduar kolegët e mi nderuar dhe kolegët janë barë hitë, është shumë e vërtet. Po disa edhe jo, po kështu që jetë, unë nuk kam shumë qef me bëhet duet. E di që i ke tralla, po kur i ke të mira. Andaj edhe po insiston edhe sigurisht ja u kishe sugjeru gjitha atyne që bojnë duetet cilat
bëhen ndoshta për të ndihmu njëri tjetrin, po... Po, pse jo për të ndihmu, po të mendojnë mirë. E din ata se s'jam unë për predikime me ju dhonë, ligjerata si e qka e qysh. A do të kesh pushime këtë verë? Verë të vëndshme, nëse më me qujtë kështu. Këtë verë unë jam i angazhuar për 2 muajt, korrik dhe gusht, gjithandej. Edhe në mbrëmje, edhe në disa dasma që i kam zgjedhur kështu më specifike, me orkestrin tim. Edhe do t'jem më së shumti në atje ku këndoj që viti i 7 si vjetë bëhet me radhë, në pista Kosova në Durrës, atje do t'jem 20 net, 10 në korrik, 10 në gusht. Po ashtu në korrik dhe në gusht do t'jem dhe në Shëngjin, po ashtu në korrik dhe në gusht do t'jem edhe në Vlorë, po ashtu në korrik dhe në gusht do t'jem edhe në Velipoj, edhe në gjithë Kosovën, edhe ato dasmat që i kam 10 që i kam darë kështu të mira, sepse une... I përzgjedh ko gjatë dasmat? Po, i kam zgjedh, po, i zgjedh për shkak të natyrës së këngëve që i këndoj une, për atë, se jo pse une baj dalim të njerëzit kur në largë qoftë. Unë jam njeri shumë populist dhe shumë ka falë zotit thjesht. Mirë po, unë nuk këndoj këngëtarëve tjerë, nuk kam këndu asë njëherë, se e kam thonë dhe po them prapë sepse i prishi ato kongë, unë nuk e di asë një kongë kështu tjetër. Edhe ata dasmorët që më kanë përzgjedhur, qifti i ri, më kanë përzgjedhur që unë shkoj edhe të këndoj vetëm kongë të mija, nga repertori im. Dhe unë e kam një orkestër tim të mirin shumë të mirë, që është Endriti dhe Fatosi dhe një kolege teme të re, edhe që këndon edhe ka mbaru Akademien e Muzikës, që ka një zo shumë subtil, shumë dashtër, Elira Shalja, e bia e Bajanoku tem, edhe e Mikeshës tem e Shpresa Shaljes, edhe Lulzim Shaljes, edhe që me ta e kem një ekip shumë të mirë, që shkojmë edhe në ato dasma ku i kam zgjedhur. Dhe më tepër jam si shpothuat në special guest. Special guest. Po, musafir special. A Gjezabre, unë e postova edhe në fillim të emision një fotografi që bëm bashkë në Instagram. Këto rjetët sociale tash jonë bo të shfrytzueshme prej se cilit prej nesh, minut pas minuti, gjithmonë publikojmë qka do që jemi duke bo mentalisht edhe kemi marrë like-a shumë. Po më janë shumë mirë. Edhe komente, që edhe Ariana në pas ka përshëndet. E përshëndet shumë nga zemra edhe unë. Sumea e Gjoha pëthot a Gjezabre nuk po plakësh heq, veç po rinohësh, ju përshëndet dhe ju uroj një djelet bukur. Kjo është një prej komenteve që na kanë shkrujt. A mundohesh ti me qenë aktiv, a shkruan shpesh, apo poston shpesh? Kur heq, po mendoj, Mijeni që ma mban këte fashën time fanpage, ko paskova ati i mbjen men edhe a i qetë se unë jo. Unë nuk mirëm e për cjellë gjithmonë. Pa tjetër, Express-Rosi, dhe më gjitha portalit i për cjellë dhe e shof që çdo ditë shkruajnë për ty, postojnë fotografi, shkruajnë dhe le të shkruajnë gjithmonë dhe kur mos u prek, sepse çka do që shkruajnë, tia jo e mira, e sinqerta, e ndershmja, e talentuara, me bagazh, Ky është televizioni 21 që prodhon. Televizioni 21, po e them edhe njerë, është akademi për lansimin e prezantuesve, e spikereve, edhe të lajmeve dhe të emisioneve arkthuese, kudo që pastaj i furnizon televizionet e tjera. Zoti Kelmendi dhe Zonja Saracini dhe Gjeri, po Afërdita dhe Florini u epin mundësi prezantuesve, gazetarve, të politikës, gjithandej, dhe pastaj ata dalin nga kjo akademi, se është akademi 21, shkojnë në televizionet tjera, që është drejtë e tyre, dhe këta nuk i dhrohen, sepse janë njerëz të mëdhej, prodhojnë, dhe do me thonën, produkti i
Kelmenve dhe Saracin, i televizionin se një po shijet. Ti ai produkti i mirë që të duan gjithandej në barë shqiptare. Po më bënë më uskur, për cilin në admirim jo. E ke thjeshtësin dhe rizitmon e thjeshtë se njerëz të mdhej janë shumë thjeshtë, shumë përzemërt, shumë hecin për tokë, shumë i përshëndesin njerëzit, e duan njerëzimin, e duan jetën. Ashtu çfarë jeti vetë. Faleminderit, pa qasate shumë. Për pas që të admiroj për shpirtin e artistit edhe të njeriut që jetë, admiroj shumë edhe jo vetëm unë besoj, po edhe tjertë për mënyrën e veshës që gjithmonë e ke pas të përkryer, gjithmonë i hekuroson edhe gjithmonë me shumë stil. Vesh më stuj nera se e di që edhe te i e kogja fashion. Po, si me thonë, po, nga fëmiria kam pasur dëshirë, dikush është merak këtë veturat shtrejta, dikush të ketë plumat të mbajnë në shtëpi, dikush s'po di që ka me thonë këpuce, unë kam dëshirë që të vishe mirë, vishen vetë edhe me sugjerimin e njerës që sot më tha vishe këte, edhe i lash. Edhe kështu, e dua, po kam dëshirë, e për cjell shumë jam i mishnum, po edhe Nera, edhe Ariana din shumë mirë të vishet. Ariana është gruaja e Ermalit, që unë e Sinuse e admiroj, Sinon e admiroj, si bashorte e admiroj për raportet që i ka me fëmijët, me Ermalin, e admiroj për raportin që i ka me Nerën, edhe falemderoj nga zemra, sepse sot, si me thënë, vjehrat edhe vjehrin nuk i dojnë të rejat dhe është e drejt e tyre, pa ato e kalojnë qash mirë edhe që publikisht e falemderoj. Edhe ajo më sugjeron si të vishem, ajo ka stil shumë të madhe dhe din shumë mirë dhe e përgëzoj. Po, si me thonë, kjo është, garderoba është qef i njeriut. Qef i njeriut. Qef për njeri, tim për shpi. Gjësabe, po flet, për drisa po flet edhe për Nerën edhe për Arianën, i shohim edhe në përpostimet shumë ta edhe shpesh herë di që delni edhe kur sa do atë kohë të lirë që e keni e kaloni bashkë. Po, kër jemi të Ermali, apo ju bjen me u taku shpesh se edhe me angazhimet e veta në rrugë gjatë në kohës, sigurisht në shtave që këto festat pak ju me Ermalin, apo e kritikon heqa, ka diçka që... Sjom taku që 2 javë, edhe kështu shumë rallë, ma rallë takohemi, momentin që unë jam i lirë gjithmonë, sepse unë jam i lirë, ajo shumë i angazhumë, gjithmonë, gjithandej i këndon, edhe është shumë i zonën, kam dëshirë natyrisht se kam e Vlad, ndihem me te çdo ditë me telefon, gjithmonë, si kur ma parë kur ishte 17-18 vjetë. Apo e thira jo? Edhe une, edhe tash si gjithmonë, edhe që thoshe, thoj kënë telefon. Adolescenti i quajtur, 19 vjetë i kom baba jem, Ermal fizoj, mirë jam, rrugë, mirë jam, s'ka problem, mirë. Apo diçka që po e kritikon Ermalin ndonjëherë rreth muzikës? Jo, nuk e kritikoj se a i ka edukat më të madhe, shkollim më të madhe se unë muzikore dhe është në rrjedha të çdo gjëje edhe është i mençur shumë edhe din edhe ja pëlqej rrugën dhe zgjedhjet dhe për zgjedhjen e këngëve që i bën edhe me kënd me këndu edhe kur vete, kur duete kështu. Edhe si koleg, halal i qoftë, me Nera ka qef gjithmonë me qenë me Arianën edhe me Ermalin, me Nipa e Mesa, edhe unë në momentin që jemi të lirë, që të jemi bashkë si familjen i drek, po të djelave, shumicën e djelave jemi gjithmonë bashkë. Qartë. E të sa prej fatmirësisht këngëtaret apo të rejat tona shqiptare, po në zbardhin ftyrën çdo ditë më tepër me muzikë në botë, apo dëgjojmë për Kosovën përmes artisteve tona, si Rita, si Dua, tash sfundmi edhe Era. A e ke ndonjënë kështu të më të preferuar, më të veçantë prej të trijave? Era më ka prekën shpirt kur kam dëgjuar, kur më ka thonë që në moshën
në klasën e 7 ka shkruar si tha, një ese për mua, për Axhën Sabri. Edhe e dua nga fëmijëria, sepse i njoh të trija motrat, edhe vllahun, edhe mamin, edhe babin, edhe jemi rrit bashkë me nerën, bashkë si familje. Edhe e dua edhe e pëlqej shumë erën, edhe e kam shumë të zemrës. Edhe është fati saj që e ka një menaxher që s'ta ka bota. S'ta ka bota si ata. Edhe, po era është ajo bukuria, ajo zoni, ajo imazhi saj, i veçantë, edhe për që ata e ka përqafu bota, sepse është shumë vështirë të depërtosh. Po të themone që dua të depërtojnë botë, mirë është ajo. Po a depërton është pikpyetje e madhe. Kjo ka depërtu edhe më ka ardhur shumë mirë dhe jam shumë i lumtur, si çdo shqiptar që është i lumtur për erën. Shpesh me erën kur ishim diku jashtë, në Itali apo në Greqi apo në Bullgari, shkon te konga e erës, edhe me njëherë fotografonim në televizor që ti shkuajnë pasaj që në Itali po shkon kënga jote, kur filloj fillimisht. Për Rita Orën kam respekt shumë të madh. Tash e ka lansu një hit, edhe Rita, edhe Dua Lipa. Të dyat i kanë qitë, po, nga një ditë diferencë. Edhe të dyat këngët ishin mega hite. Për Ritën, unë e njoh edhe Besnikun, edhe ja kam njohur edhe Zonjën Vera, edhe ja kam njohur edhe gjyshrit, edhe gjyshin Besim Saçiun, regjisorin e madh, mbar shqiptar. Për Duan, po ashtu edhe mamin, edhe babin, edhe pastaj Dugazhinën e kam patur edhe kam edhe kolegë, sepse është rocker, i përkryer, edhe dardha pikë në ndarë, si thuhet. Rita është artiste e vërtet e skenës bar shqiptare, dhe Dua Lipa po ashtu artiste e vërtet. Jam shumë i lumtur dhe ju dëshiroj shumë sukses, edhe nuk ka krenarimat madhe kur kohë mbyhet e ecë përpara krahas botës nderuar e civilizuar, dhe gjithandej këto shtetet e Evropës dhe shtetet e bashkuara dhe Anglia i transmetojnë këngët e tyre, dhe më thonë, bota është shumë e madhe, po shumë e vogël, kur është diçka për të mirë, ose lartë qoftë për të keqe. Për të keqe nuk ka asnjëherë, për të mirë gjithmonë mas miri, edhe ne shqiptarët i falenderojmë gjithmonë shtetet e bashkuara të Amerikës, gjithë Evropën, nga Anglia, anglo-amerikanët që ishin të parët ata që thanë që po bëhet një gjenocid ndaj popullit shqiptar, dhe pastaj nënën e demokracisë botës të quajtura NATO, e përqafuan dhe e panë që sinqerisht po bëhet gjenocid, dhe na e sollën lirin, edhe na ndihmojnë sot pas lirie që edhe Bebe Rexha është po ashtu që po bën kërdi gjithandej në për botë. Për pak, gabimi imi kjo të lutem shumë, edhe jam shumë i lumtur. Po shpresoj që të rritet numri sa më shumë i shqiptarëve që do të kenë suksese edhe jashtë vendit, jo vetëm këtu, për ndryshe këto deri tash i kemi si yje të gjitha. Axha Sabri, është gjithmonë kënaqësi me të pasë në studio edhe me diskutu me tyre të projekteve tua, po edhe për shumë tema tjera. Gjithmonë, nuk e di për prezentuesit e tjerë, po për mu është gjithmonë një plus. Kur e kam Axhën Sabri është një plus në karierën time me pas intervist me personalitete ka shtë më dhasit. Faleminderit shumë që i thu po ftesave të mija. Faleminderit nga zemra shumë. Faleminderit ty, Televizion Destini, dhe ma lejo si gjithmonë, ti falemderoj njerëzit ata që më kanë ndihmuar dhe më ndihmojnë, Elite Evans, do të jagimojnë edhe Beni Hoxhën, Shtetet e Bashkuara. Falemderoj zotri Gjevat Abazin që është në Bruxelles, atë edhe familjen e ti, falemderoj mikun tim Sokol Krasniqin, në Polis, agentur që është në Lucern. Falemderoj vëllezrit Mahmuti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë, si me thënë, gjigant
me ekonominë e tyre shumë të madhe në Florida, në Tampa të Floridës, edhe i falemderoj nga zemra gjithë shqiptarët ku do që janë në botë, i përshëndes nga zemra, i falemderoj për që na ndihmojnë neve këngëtarëve, që na dëgjojnë që kënga jonë depërton gjithandej në botë ku do që janë, me shpresë dhe me dëshirë të madhe teme që të kanë shëndet, të kanë prosperitet, jesim për para. Jemi kombi mirë, i dashër, i vogël, po i mirë, i dua shumë, miru pashëm. Po e përbyllim këtë intervist me këngën e fundit të ndën, po e dëgjoj me shumë kënaqësi tradhtar nga Axha Sabri me këtë bisedë shumë të mirë si që ishim deri tash bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit Stafi, shumë faleminderit. Pas këngës.